Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, mos e bëj. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Mateu 4:7. Jezusi i tha, është shkruar gjithashtu, mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd. Mateu 5:21. Ju keni dëgjuar se u që thënë të lashtëve, mos vrisni, dhe kushdo që vret do të i nënshtrohet gjyqit. Mateu 5:34. Por unë po ju them, mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni i Perëndisë. Mateu 5:35. As për tokën, sepse është stolli i këmbëve të tij, as për Jeruzalemin, sepse është qyteti i mbretit të madh. Mateu 5:39. Por unë po ju them, mos i rezisto të ligut, madje, në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën. Mateu 5:42. Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo të, i japësh atij që të kërkon hua. Mateu 6:2. Kur do të japësh lëmosh, pra mos i bjerë boris para teje, ashtu siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët, për të qenë të nderuar nga njerëzit, në të vërtetë ju them, se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu 6:5. Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t'i shohin, në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu 6:7. Por kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët, sepse ata mendojnë se do të u plotësohet lutja se kanë përdorur shumë fjala. Mateu 6:8. Mos u bëni, pra, si ata, sepse ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju të i kërkoni. Mateu 6:16. Dhe kur të agjeroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët, sepse ata shfytyrohen për të u treguar njerëzve se agjerojnë, në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu 6:19. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku vjedësit shpërthejnë dhe vjedhin. Mateu 6:25. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja?
Mateu 6:31. Mos u shqetësoni, pra duke thënë, çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi. Mateu 6:34. Mos u brengosni, pra, për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset vetë për vete. Se cilës ditë i mjafton pikëllimi i vetë. Mateu 7:1. Mos gjykoni, që të mos gjykoheni. Mateu 7:6. Mos u jepni qenve që është e shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derave, që të mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe të ju shqyejnë. Mateu 10:19. Dhe, kur të ju dorëzojnë në duart e tyre, mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flisni, sepse në atë çast do të ju jepet se çfarë duhet të thoni. Mateu 10:26. Mos I keni frikën pra, sepse nuk ka gjë të fshehtë që të mos zbulohet dhe asnjë sekret që nuk do të njihet. Mateu 10:28. Dhe mos keni frikën nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin, keni frikë më tepër nga ai që mund të u humbë shpirtin dhe trupin në Gehena. Mateu 18:10. Ruhuni se përbuzni ndonjën nga këta të vegjël, sepse unë po ju them se engjëjt e tyre në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim, që është në qiej. Mateu 19:14. Por Jezusi tha, I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve. Mateu 19:18. Ai I tha, cilat? Atëherë Jezusi I tha, mos vraj, mos shkel kurorën, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme. Mateu 23:3. Zbatoni, pra, dhe bëni gjithçka të ju thonë të zbatoni, por mos bëni si bëjnë ata, sepse thonë, por nuk e bëjnë. Mateu 23:8. Por ju mos lejoni që të ju quajnë rabi, sepse vetëm një është mësuesi juaj, Krishti, dhe ju të gjithë jeni vëllezër. Mateu 23:9. Dhe për mbi tokë mos thirrni askënd atë tuaj, sepse vetëm një është Ati juaj, ai që është në qiej. Mateu 23:10. Asë mos lejoni që të ju quajnë udhëheqës, sepse vetëm një është udhëheqësi juaj, Krishti. Mateu 23:23. Mirë ju, skribë dhe farisenj hipokrit. Sepse ju llogaritni të 10-ën e mëndrës, të koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit, gjyqin, mëshirën dhe besimin, këto gjëra duhet t'i praktikoni pa I lënë pas dore të tjera. Mateu 24:23. Atëherë, në qoftë se dikush do të ju thotë, ja, Krishti është këtu, ose është atje, mos I besoni. Marku 9:39. Por Jezusi tha, mos I ndaloni, sepse ka njeri që mund të bëjë një vepër të fuqishme në emrin tim, dhe fill pas kësaj të flasë keq për mua. Marku 10:19. Ti I njehur dërimet, mos shkel kurorën. Mos vrit, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme. Mos mashtro, ndero atin tënd dhe nënën tënde. Luka 6:29. Nëse dikush të bie në njërin faqe, ktheja edhe tjetrën, dhe atij që të merr mantelin, mos e pengo të marrë edhe tunikën.
Luka 6:30. Jepi kujtdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde, mos kërko të ta ktheje. Luka 6:35. Dhe për mbi tokë mos thirrni askënd atë tuaj, sepse vetëm një është ati juaj, ai që është në qiej. Luka 6:37. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, mos dënoni dhe nuk do të dënoheni, falni dhe do të jeni të falur. Luka 9:50. Por Jezusi i tha, mos I ndaloni, sepse kush nuk është kundër nesh është me ne. Luka 10:20. Megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymërat, por gëzohuni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Luka 12:11. Pastaj, kur do të ju çojnë përpara sinagogave, gjykatësve dhe autoriteteve, mos u shqetësoni se si ose se çfarë do të thoni për të u mbrojtur, ose për çfarë do të ju duhet të thoni. Luka 12:29. Përveç kësaj mos kërkoni çfarë do të hani ose do të pini, dhe mos jini në merak. Luka 12:32. Mos ki frikë, o tufë e vogël, sepse atit tuaj I pëlqeu të ju japë mbretërinë. Luka 14:8. Kur je ftuar në dasmë, mos u ul në krye të vendit, sepse ai njeri mund të ketë ftuar një tjetër që është më I rëndësishëm se ti. Luka 21:8. Dhe ai tha, ruhuni se mos ju mashtrojnë, sepse shumë veta do të vinë në emrin tim duke thënë, unë jam, dhe erdhi koha. Mos shkoni, pra, pas tyre. Gjoni 2:16. Dhe shitësve të pëhumbave u tha, hiqni këto gjëra që këtej, mos e bëni shtëpinë e atit tim shtëpi tregtie. Gjoni 5:14. Më vonë Jezusi e gjeti në tempull dhe I tha, ja, ti u shërove, mos më kato më që të mos të bëhet një gjë më e keqe. Gjoni 6:27. Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do të ju japë Biri I njeriut, sepse mbi të ati, do me thënë Perëndia, vuri vullën e tij. Gjoni 6:43. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre, mos murmurisni midis jush. Gjoni 7:24. Mos gjykoni sipas pamjesë së jashtme, por gjykoni sipas drejtësisë. Gjoni 8:11. Dhe ajo u përgjigj, askush, Zot. Atëherë Jezusi I tha, asë unë nuk të dënoj, shko dhe mos më kato më. Gjoni 14:1. Zemra juaj mos u tronditë, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Gjoni 14:27. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, unë po ju jap, po jo si e jep bota, zemra juaj mos u tronditë dhe mos u frikësoftë.